Sezoni turistik, investimet në rrjetin e shpërndarjes, digitalizimi i shërbimeve dhe integrimi i burimeve të reja të energjisë janë disa nga çështjet kryesore që po formësojnë zhvillimin e sektorit elektroenergjetik në vend. Në një intervistë për televizionin Skan, Lambi Miti nga operatori i sistemit të shpërndarjes flet për masat për garantimin e furnizimit me energji, projektet strategjike në zbatim dhe sfidat që lidhen me uljen e humbjeve dhe modernizimin e rrjetit elektrik. Zoti Miti, furnizimi me energji elektrike pa diskutim është një nga hallkat kryesore për të siguruar mbajvajtjen e sezonit turistik. Çfarë mund të thuhet në drejtim të furnizimit gjatë këtij viti dhe cilat janë disa nga masat e ndërmarra nga operatori i sistemit të shpërndarjes për të garantuar një furnizim të qëndrueshëm për gjatë gjithë sezonit? Ju falenderoj fillimisht për mundësinë që i jepni kompanisë për të shprehur masat dhe planin e masave për garantimin e furnizimit me energji elektrike të gjithë abonentëve dhe turistëve gjatë sezonit turistik. Përpara se të flas dhe të jap disa detaje në lidhje me planin e masave që ka marrë OSSH-ja dhe OSHE-ja në këtë kuadër, për të qenë më i qartë dhe më i saktë për ju dhe për teleshikuesit apo shikuesit që mund të na ndjekin, po them 2-3 detaje ose të dhëna teknike dhe administrative në lidhje me kompaninë. Realisht, kjo kompani ka asete një numër prej 177 në stacionesh të niveleve të ndryshme, ka 26.700 kabina transformimi, ka rreth 1.200 km linjë të tensionit mesëm apo të lartë 35 kV, ka rreth 3.000 km linjë të 20 kV, ka 8.000 linjë të tensionit mesëm 10 kV dhe ka rreth 5.500 linjë të tensionit mesëm 6 kV. Kjo është pjesa teknike, ndërsa pjesa administrative, kompania është organizuar në një drejtori të tensionit lartë e cila është ndarë në 4 rajone dhe 11 drejtori të tensionit mesëm apo të shpërndarjes që janë në të gjithë Shqipërinë. Më tej tani vim te plani i masave që kemi për këtë sezon veror turistik. Ky është një plan që ne kemi prej kohësh, prej disa vitesh që e kemi të artuar dhe nuk është se është i njëjti nga viti në vit, në bazë ka gjëra të njëjta të përbashkëta, por në çdo vit ne përshtasim ose përgatisim të detajuar këtë plan masash, i cili ka 2 komponentë bazë. Komponentin e parë që është ana teknike dhe anën organizative apo anën administrative. Ana teknike konsiston në faktin që qysh prej muajit mars që ne dalim nga sezoni i dimrit, ne marrim të gjithë të dhënat, problemet apo shqetësimet që ka pas rrjeti gjatë atij sezoni, duke bërë programin për të ndërhyrë në këto nyje kritike të quajtur në gjuhën tonë. Veç kësaj, kompania ka të detyrueshëm dhe ligjor hartimin e planit të remonteve, në të cilin për zona turistike, ky plan është i veçantë dhe bëhet që të ndërhyret në muajin mars, prill, maj edhe qershor, në të cilin i gjithë ky rrjet me të gjitha të dhënat që unë thash pak më lart, kalon në këtë remont të detajuar për të përballuar pastaj këtë sezon turistik. Nga ana organizative ka disa element. E para, një mobilizim i njerëzve dhe ekipeve që të komunikojnë me të gjitha mënyrat dhe format për të qenë të gatshëm për çdo ndërhyrje që ka nevojë. E dyta, ka një shtesë të numrit të fuqisë punëtore në këto zona që shkon diku te 1120 punonjës, janë të ndara në 130 grupe me 86 mjetet, sepse gjithçka është i rëndësishëm mjeti. Të gjitha grupet dhe të gjitha mjetet janë të pajisura me materialet e nevojshme e domosdoshme në mjet dhe veglat e punës. Ajo që unë mund të them është që në të gjithë të plan masash, kur kush nuk ka një shkop magjik, parashikoj kur mund ndodh dhe si mund ndodh një avari. Por është i ndërtuar që ne të minimizojmë kohën e qëndrimit pa energji në rast të një defekti apo në rast të një shqetësimi apo në rast të një problemi që lind në zonat turistike verore bregdetare, por dhe malore. Është i qartë. Në fakt ju
e përmendët që praktikisht puna për të siguruar një mbarvajtje të furnizimit me energji elektrike gjatë sezonit turistik fillon muaj përpara, pa diskutim, dhe nga ana tjetër përmendët që jo çdo vit është i njëjtë. Cilat janë disa nga specifikat e këtij viti dhe nga ana tjetër sa i takon kozgjatjes ndërprerjeve të furnizimit me energji elektrike. A kemi një kohë pak a shumë që synohet për riparimin e defekteve të mundshme që mund të ndodhin qoftë në pjesën jugore të vendit, por edhe në veri, duhet mbajtur parasysh pasi janë edhe ato zona me një zhvillim turistik të konsiderueshëm gjatë viteve të fundit? Në vijim të përgjigjes për pyetjen që më bëni ju, ka dhe një detaj të rëndësishëm që është e plani masave, por që është përpara këtij planit masave, që do të thotë kompania jonë bën vazhdimisht një paketë investimesh të rëndësishme për përmirësimin e treguesve të rrjetit. Dhe përmirësimi i treguesve të rrjetit automatikisht përmirëson dhe garanton furnizimin e energjie elektrike të gjithë abonentëve tanë. Ndryshimet nga viti në vit janë që gjatë periudhës që thash në mars dhe më mbrapa, atje ku ne kemi konstatojmë që rritje të kërkesës për energji elektrike, sidomos në zonat bregdetare dhe jo vetëm, duke filluar nga Velipoja dhe deri në Ksamil, ky plan përputhet me këto ndryshime duke reflektuar qoftë me investime, qoftë me njerëzit dhe ekipet që do jenë të gatshëm, duke i afruar më shumë ata të abonentët. Në qoftë se më lejoni dhe në qoftë se ka nevojë, unë po shpreh dhe po them edhe një paket investimesh që janë në proces ose që janë funduar dhe që shërbejnë edhe garantimit të furnizimit me energji elektrike të abonentëve tanë. Absolutisht, investimet janë pjesa kryesore për të garantuar një furnizim të qëndrueshëm. Përpara se të kalojmë tek kjo pjesë, për pjesën e kozgjatjeve kemi një pikësynim, duke patur parasysh që janë edhe disa kritere që duhet të përmbushen të vendosur nga enti rregullatori i energjisë. Shikon, në qoftë se flasim për kriteret dhe rregullat e vendosur nga enti rregullatori i energjisë, defekte ose ndërprerje të paparashikuara, sepse këto janë ndërprerje të parashikuara, është kategoria tjetër e defekteve që ka të bëjë me remontet e gjitha që kryen kompania jonë. Gjë që në periudhën e verës, qershor, korrik, gusht, ne shmangim dhe nuk kemi të planifikuara, ndërprerjet e planifikuara për asnjë lloj remonti në gjithë këto zona, sepse janë kryer të gjitha përpara. Nëse flasim për ndërprerjet e paparashikuara dhe sipas entit rregullator, ai thotë që në zonat urbane kjo kohë mund të jetë deri në 2 orë. Ndërkohë në zonat interurbane që janë në periferi, kjo shkon pak më shumë, mund të shkojë edhe 5 orë, dhe në zonat shumë të larta kjo pastaj shkon edhe shumë më tepër dhe mund të shkojë deri në 10 orë, sepse ka të bëjë kjo kohë edhe me mundësit apo rrugët, gjeografin që për të shkuar, për ta gjetur dhe për ta eliminuar defektin. Është ndryshe kur shkojmë në Tiranë me përjashtim të apo ku diun në Vlorë të trafikut, dhe është ndryshe kur shkon ti në Bajramcur apo në një zonë malore për të eliminuar një defekt. Dhe kjo kohë përfshin edhe transportin veç eliminimit të defektit. Për të rikthyer tek pjesa e investimeve, më specifikisht cilat janë disa nga investimet kryesore të kryera gjatë vitit të fundit dhe cilat janë planet për në vijim në drejtim të përmirësimit të gjendjes së rrjetit të shpërndarjes. Nëse flim te investimet, duhet kuptojmë dhe të kemi parasysh një gjë, që investimet e mëdha që bëhen në rrjetin ton për shkak të madhësisë dhe për shkak të vlerave të larta që kanë, duan edhe për shkak të prodhimit të pajisjeve, sepse gjithçka që investohet tek ne nuk është si një lamp apo një prizë që ti e gjen në market, në treg, e shkon e blen dhe e vendos. Jo, tu shumica e pajisjeve bën me porosit veçantë dhe kryesisht shumë pak ose as pak prodhohet tu, të gjitha janë në jashtë dhe të gjitha këto duan kohën e nevojshme për të porositur, për të prodhuar dhe për të kthyer. Me këtë dua të them që investimet e ne një në stacioni apo i një linje shkon 6, shkon 1 vit, shkon 2, dhe konkretisht po them, për të zgjidhur ne Velipojën, që ka qenë një nyje kritike sidomos gjatë verës për ne,
ne kemi ndërtuar një stacion të ri atje 110-20 me parametra bashkohor dhe një rrjet 20 kV. Po kjo ka marrë kohën e vetë prej një vit e gjysmë. Dhe sot që flasim, Velipoja e ka këtë në stacion dhe ka veç këti në stacioni ka dhe 5 fidra 20 kV, gjë që kjo ka bërë që ne të minimizojmë kohën e ndërprerjes, por edhe treguesit që janë humbjet në rrjet, që janë elemente i rëndësishëm për funksionimin e kësaj kompanie. Mëtej, në qoftë se vim në Shëngjin, në vjet bëm një ndryrje, bëm një stacion në Shëngjin me 20 kV dhe bëm 3 fidra në Shëngjin që vjet i kishim në punë, duke parë që kërkesat për energji elektrike atje janë më të larta, ne si tani që flasim, kemi shtuar një fidër tjetër që ishte 19 me numër, në të cilin po e shtojmë këtu për të rritur kapacitetet dhe kërkesat, për të përballuar kërkesat me furnizim e energji elektrike, por për të rritur edhe sistemin unazor dhe për të rritur këtë që po themi mundësin e furnizimit të dyanshëm të gjithë abonentëve ta. Mëtej vim në spille, ne vjetë kemi pas probleme me nivelin e tensionit dhe duke që ato nyjet kritike që unë thash dalin nga muaj, nga vera e vitit kaluar dhe si vjet, ne në Spilek si vjet kemi instaluar në stacionin Balla një transformator të ri 35-10 kV me të gjitha aksesorët dhe pajisjet e tij dhe kemi ndruar transformatorët e fuqisë në 50 gabina të Spillës dhe jam i bindur që si vjet problemet e nivelit tensionit, po jo vetëm, edhe ndërprerjet, do keni përmirësim të dukshëm. Po kështu në qoftë se vazhdojmë mëtej, edhe kemi bërë ndërhyrje në stacionin e Golemit, për të rritur kapacitetin e tij, pikërisht për të përballuar kërkesat gjithmonë në rritje që ka kjo zonë turistike. Mëtej vim në Vlorë, zona e Radhimës, që është një nga zonat e bukura dhe të mira, e cila vazhdimisht të rritën kapacitetet dhe kërkesa për energji elektrike, qoftë edhe me ndërtimet e re, po qoftë edhe abonentët që janë atje për shkak të mirëqenies e rrisin kërkesën e furnizimit, ne kemi përfunduar dhe si vjet kemi 2 linja ose 2 filtra 20 kV që dalin nga në stacioni i ri i Orikumit. Veç kësaj po punohet, ndoshta nuk e di, do arrit deri në fund të kësaj vere për Orikumin, një filir i ri 20 kV dhe është gati për të ndërtuar dhe një filir tjetër, pra zgjidhet dhe kjo pjesë në Orikum. Në qoftë se vim pastaj te Imara dhe te Qeparon, me kooperacionin italiane është duke u zbatuar ndërtimi i rrjetit 20 kV, pavarësisht nga ata atje ku ky projekt ka pasur disa mangësi dhe për shkak se ka ndryshuar profili i kërkesës dhe ngarkesës dhe nga OSSH janë parashikuar investime tjera gjithmonë për të përballuar kërkesën dhe garantuar furnizimin e energji elektrike. Kjo është pjesë që janë gjatë, por mos harrojmë që është në fazë ndërtimi një stacion 110-20 i fuqishëm në Zar, i cili zgjidh problemin e Ksamilit, zgjidh problemin e Butrindit dhe zgjidh problemet e të gjithë asaj zone që fushore, po jo vetëm dhe bregdetare. Është duke u ndërtuar në stacionin 110-20 në Piqeras, i cili është, besoj që vitin tjetër, pra është në proces, po vitin tjetër vjet në punë dhe zgjidh dhe problemin, pastaj nga Qeparoi deri në gjithë vizë bregdetare deri në Sarandë. Ky në stacion do ndërtoj linja 20 kV në drejtim të Sarandës për të lidhur me linja 20 kV që vjen nga në stacioni i Sarandës dhe do ndërtoj fidra 20 kV nga Piqerasi në drejtim të Imarës, sëre që është prapa atje një stacion shumë i fuqishëm. Pra, për të bërë një përmbledhje pas se ju bët një panoramim të gjitha investimeve për gjatë vijës bregdetare. Cila është vlera e këtyre investimeve dhe nëse mund të kemi një shifër të përafërt pa diskutim, dhe cila është shifra që parashikohet të investohet mëtej për të përmirësuar treguesit? Në qoftë se vim për vlerat, unë mund të them në total, po që të mos si qëndrojmë vetëm zonës bregdetare, them edhe të zona malore. Ne kemi një bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit për të ndërtuar një linjë 35 kV që shkon në Theth dhe në Bokë, për pjesën e Alpeve. Nga ana tjetër, ne kemi planifikuar dhe jemi në proces
për të ndërtuar një linjë tjetër me 2 në stacione për pjesën e Tamaras, e cila është në proces për të zhvilluar dhe për realizuar. Në qoftë se flasim për shumën e investimeve, atëherë ka 2 element në lidhje me investimet. Një që është investime me pare të buxhetit të vetë OSHE-s dhe OSSH-s, që shkon diku te 7.5 miliard lekë të reja për këtë vit, në një kohë që vitin e kaluar ishte diku te paka shumë e një, dhe veç kësaj për shkak të performancës dhe të treguesve që ka kompania, ka dhe investime të huaja nga KFW-ja, janë rreth 30 milion euro, dhe këto investime 30 milion euro nga KFW-ja janë për zonën e Tiranës, duke u ndërtuar një stacion i ri në Valias me 2 fidra dalës, është një stacion që është diku te 13 milion euro, është një 11 milion euro për një investim që po bën kompania në lidhje me instalimin e skadës në 11 në stacione kryesore 110-20 të sistemit, dhe është një vlerë tjetër për 5 milion euro, e cila konsiston në realizimin e skadës. Ky është truri dhe zemra e gjithë sistemit tonë. Kur të përfundojnë, do kemi mundësi ta shikojmë përsëri edhe duke kryer demonstrim. Nëse flasim prapë për investime, unë mund të them që është qeveria shqiptare në një marrëveshje me Bankën Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim për një vlerë investimi për 22.5 milion euro për në stacionin e qendrës së Tiranës. Tani 2 gjëra mund të them dhe mund të sqaroj për në stacionin e qendrës së Tiranës. Është kërthizë e Shqipërisë dhe është nga në stacionet më të rëndësishëm të Shqipërisë, të vendit dhe të gjithat. Pse? Sepse nga ai në stacion aktualisht dhe në vijim furnizohen të gjitha institucionet më të rëndësishme të këtij vendi. Furnizohen dhe jo vetëm, po edhe ato ndërkombëtare. Furnizohen të gjitha selit e ambasadave, por furnizohen edhe mjaft spitale të rëndësishëm që janë në brenda periferisë ose jo të Tiranës. Nga kompania jonë janë bërë gjitha specifikime teknike, është shpallur gara dhe ne jemi afër përfundimit të kësaj gare, duke pretenduar që shumë shpejt të firmosim me fituesin e garës për ndërtimin e këtij stacioni. Theksoj që ky stacion është i një lloji të veçantë, sepse veç rëndësisë që ka, po edhe pajisjet edhe do ndërtohet në minus dhe teknologjia që quhet në gjuhën teknike GIS, është e veçantë. Dhe koha e tij është 22 muaj që nga momenti që do shkruhet kontrata me fituesin. Pra është një stacion edhe i veçantë nga pikpamja juve përmendet, pasi është nëntoksor, është i pari i këtij lloji në Shqipëri. Është i veçantë në 2 aspekte. E para që është në zemër Tiranës dhe duhet fuqizuar, sepse nëse flasim edhe për numër abonentësh që ai furnizon, ai aktualisht furnizon 30 deri në 40.000, por duke qenë unaz me të tjerë dhe duke qenë që në stacionet rezervojnë njëri tjetrin, ai mund të shkojë deri 80.000, po këtu po flasim për 80.000 në kryeqytetin e Shqipërisë që është gjithçka me fjalë. Folëm për disa komponentë investimesh, duke nisur që nga në stacionet, rrjeti, por një element tjetër i rëndësishëm janë edhe matësit, ata matës inteligjent ose smart, sikurse i konsiderojmë. Në këtë drejtim ka patur disa investime që pa diskutim kanë edhe përfitime që sjellin në drejtim të humbive, por edhe të shërbimit që marrin konsumatorët. Si ka ecur ky projekt dhe në çfarë faza jemi aktualisht? Atëherë, ky është një projekt shumë interesant, domethënë i cili te ne është bërë pjesë e rrjetit ton prej disa kohësh. Kjo do të thotë që tani që ne po diskutojmë maca inteligjent apo smart që quhen, janë instaluar diku te 10.000. Sigurisht që ka një radhë logjike dhe teknike për instalimin e tyre, që do të thotë në këto 10.000 maca që ne kemi instaluar, 800 prej tyre janë në të gjitha fiderat dalës të në stacioneve. Pastaj janë të instaluar në kabinat e transformacionit në Shkodër, në Vlorë, në Durrës, në Tiranë. Dhe në disa prej konsumatorëve të mëdhenj apo abonent të fuqishëm të sistemit tonë. Avantazhet e tyre janë të jashtëzakonshme. Veç monitorimit që i bën humbjeve, monitorimit që i bën ngarkesës, monitorimit që i bën asimetrisë, gjithçka këto të marra në kohë rekord, dhe kjo bën që reagimi apo
çdo problem që lidh ti të kesh mundësi ta parandalosh në mënyrë absolute, po dhe të ndërhysh në kohën edhe vendin e duhur. Për këtë vit ne nga ana kompanisë tonë me një fond prej diku te 430 milion lek do investojmë 14.000 maca të tillë, në të cilën tani do ta zbresim pak dhe do kemi zgjedhur zonën Tiranë-Durrës, 5 fidra në stacionin e Salmones, 2 fidra në stacionin e Vorrës, ku ka abonent të gjitha llojeve dhe të gjitha karaktereve, dhe që nga familjari deri tek biznesi, deri te shtetror apo jo shtetror. Dhe jemi në prag, tani është shpallur fituesi, dhe jemi në prag dhe këtu të firmosjes së kontratës. Qeveria shqiptare është në bisedime për të marrë një kredi për të bërë një bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit francez, ADF quhet ajo, në të cilën ne jemi në bisedime për të marrë një fond prej 61 milion eurosh, nga të cilat këto 61 milion, 49 milion janë për instalimin e smart meters ose maca inteligjent në të gjithë sistemin tonë, ndërsa 12 milion të tjera janë shumë e rëndësishme, janë për integrimin e gjithë sistemit IT-s që ka kompania për të gjitha llojet e platformave dhe të programeve që ka. Sigurisht që rritja e turizmit dhe kapaciteteve turistike shton nevojën për investime, por nga ana tjetër janë edhe disa sfida të tjera, nëse do i konsiderojmë këtu, sa i takon akomodimit të vetë prodhuesve të energjisë. Ka një kërkesë në rritje vitet e fundit, të dhënat që janë bërë publike deri më tani flasin për një numër të konsiderueshëm abonentësh familjar, por edhe biznese të cilët kanë instaluar panele diellore për vetë prodhimin e energjisë. Në këtë drejtim, cilat janë planet dhe si punohet në mënyrë që OSSH t'u përgjigjet kërkesave në rritje të konsumatorëve për t'u lidhur me rrjetin? Në qoftë se më lejoni, unë mund të bëj një shpjegim ose të jap bëj një koment të vogël në lidhje me të gjithë fotovoltaikët, e quajtur në Shqip, ose vetë prodhuesit. Po kryesisht janë në bandën e fotovoltaike. Ka dy kategori që të mëdha që hyjnë këto. E para, siç investojnë në hece, ka një gamë të madhe dhe një interes të madh të jashtëzakonshëm për të investuar në fotovoltaik si prodhues bazë të energjisë elektrike, në të cilën kjo pjesë janë kryesisht të fuqive të mëdha dhe kërkesa që lidhen ata janë tek operatori i sistemit të transmetimit për shkak të kapaciteteve të mëdha që ata kanë, dhe pjesa tjetër janë kategoria që familjar dhe biznese dhe ente shtetërore dhe jo vetëm, të cilat e prodhojnë këtë nga fotovoltaike për nevojat e tyre. Dhe sipas rregullave dhe ligjeve që kemi në fuqi, OSSH-ja apo OSHE-ja trajton këtë kategori që fillon, e cila kufizohet nga 1 deri në 500 kW. Dhe në këtë kuadër unë mund t'ju them që ka patjetër që kërkesa që vazhdimisht rriten, por nga janari në maj ne kemi trajtuar rreth 4100 kërkesa, dhe i kemi dhënë zgjidhje dhe i kemi miratuar, dhe ato janë pjesë e rrjetit ton. Kapaciteti i tyre është diku te 370 megawatt, dhe nga kjo periudhë, nga janari në atë, ata kanë hedhur në rrjet ose kanë ulur kërkesën për energji elektrike në rrjetin ton, sepse duke qenë vetë prodhues e marrin nga këto me 77 milion kilowattor. Çfarë bëjmë ne për të përballuar këtë fluks dhe çfarë bëjmë ne për të përballuar këtë ngarkesë? Sigurisht që ne jemi të përgatitur dhe ne bëjmë një studim vazhdimisht të gjithë rrjetit. Kryesisht është tensioni mesëm 26 apo edhe 0,4, nuk diskutohet. Në momentin që ne miratojmë pikën e lidhjes, shoqërohemi gjithmonë me investime për të përballuar këtë kërkesë. Kjo është një anë. Ana tjetër është e gjithë kjo skada dhe të gjithë skadat e tjera në 11 rajone që ne po bëjmë, është një pjesë tjetër e rëndësishme e monitorimit. Sepse këta bëjnë pjesë e rrjetit, dhe duke qenë pjesë e rrjetit, hyn në këtë monitorim të rëndësishëm nëpërmjet këtyre skatave, edhe kapacitetet e tyre, edhe transmetimet ose emetimet e tyre të kësaj energjie elektrike. E qartë,
Në fakt, një sfid, ndoshta një veçanti e vitit 2026, lidhet edhe me temperaturat e larta. Të paktën parashikimet për verën e këtij viti janë që moti do të jetë me temperaturat e larta dhe pa diskutim kjo ndikon edhe në rritjen e konsumit, sidomos nga ana e konsumatorëve familjar, por edhe bizneseve. A është i përgatitur rjeti për të përballuar, po themi, këtë kërkesë në rritje që vjen nga konsumatorët? Unë them që po, dhe nuk po e lëth thjesht me një përgjigje po të thatë ose pa një koment. Komenti ose më tej shpjegimi për këtë po është që ne monitorim ngarkesat vazhdimisht dhe në qoftë se flasim në krahasim me vitin e kaluar ka një rritje të konsumit të energjisë prej 12%, ne monitorim ngarkesën për shkak të këtyre smart meterave që kemi vënë në stacione dhe në ato gabina që janë të rëndësishme për ne në çdo moment, çdo 15 minuta, lere pastaj në çdo ditë e tjera. Dhe ka një rritje të ngarkesës në amper apo në prej 10%. Dhe fal remontet dhe fal investimeve dhe rritjes së kapacitetit në këto në stacione, ne themi që është e përballueshme kjo rritje e ngarkesës në këto tregus, në këto vlera. Zoti Miti, jemi në minutat e fundit dhe pa diskutim që folëm për investimet që në fokus kryesor kanë rritjen e cilësisë dhe sigurisë së furnizimit, por nga ana tjetër sidomos investimet në rrjet lidhen edhe me pjesën e humbjeve. Cilat janë pritshmëritë nga gjithë këto investime, të paktën për humbjet teknike që vinë dhe janë të lidhura drejt për drejt me pjesën e investimeve, pra pa përfshirë pjesën e humbjeve jo teknike ku përfshihen ato të konsideruara vjedhje nga konsumatorët. Pjesa e humbjeve në rrjetin ton është nga treguesit më të rëndësishëm për kompaninë dhe faktori bazë për performancën e kompanisë. Pse? Sepse ka të bëjmë në fundit me të ardhurat. Çdo përqindje e ulje së humbjeve ne na jep mundësi që të kemi më shumë mundësi financiare për të investuar akoma më shumë. Norma shtetërore është përcaktuar me vendime, por pavarësisht ne synojmë që në fund të këtij viti humbjet të vinë te 16%, gjë që është një sfidë. Është një sfidë e rëndësishme dhe është një sfidë që ne na mban në këmbë në çdo moment dhe në çdo kohë për ta monitoruar nëpërmjet gjithë sistemit SCADA, por jo vetëm, duke monitoruar me gjithë kapacitetet tona të fuqisë punëtore dhe jo vetëm, dhe mos përstëm pastaj që kalimi në sistemin 20 kV bën që këto humbje të jenë edhe më të vogla dhe bën të mundur që humbjet jo teknike që janë abuzimet të minimizojmë në maksimum, për mos thënë që në 20 kV nuk kam më. Pra, pikësynimi është një reduktim në 0,7% nëse konsiderojmë që në fund të vitit 2025 kanë qenë 16,69%, mos gaboj. Të arrim të 16. Është shumë sfidë e madhe, është tregues ose numër shumë ambicioz, por unë uroj të shpresoj që t'ja dalim. Sepse kapacitetet janë, mundësit janë, investimet që po bëjmë, pavarësisht se disa janë dhe në proces, por kanë efekte dhe pa u vënë i gjithë investimi. Edhe pjesë mund të vihet dhe mund të ndikojnë në reduktimin e humbjeve. E fundit është që mund të them për të gjithë abonentët, edhe për ju, ne kemi një hartë ku janë të gjithë telefonat për të njoftuar për çdo lloj shqetësimi dhe nevoje që do keni për OSHE-n dhe OSSH-n. Zoti Miti, shumë faleminderit për këtë intervistë. Shumë faleminderit dhe juve.